A e keni menduar ndonjëherë se çfarë lidhje mund të ketë një strateg kinez i lashtësisë me mashtrimin më të madh ushtarak të luftës së dytë botërore? Sot do të zbulojmë se si një plan lufte, i shkruar 2500 vjet më parë, ndihmoi për të ndryshuar rrjedhën e historisë moderne. Mirë, leti futemi drejt në temë. Pyetja që shtrohet është vërtet e pabesueshme. Si ka mundësi që një tekst antik kinez të ishte çelësi për të mashtruar të gjithë komandën e lartë gjermane në momentin më vendimtar të luftës së dytë botërore? Kjo është historia që do të tregojmë. Imagjinoni pak skenën. Jemi në vitin 1944. Aleatët po përgatiten për operacionin më të madh ushtarak në histori, zbarkimin e Normandi. Por gjithçka, absolutisht gjithçka, varet nga një gjë e vetme: aftësia e tyre për ta bërë armikun të shikojë në drejtimin e gabuar. Rreziqet ishin të paimagjinueshme. Po, gjithçka nis me një nga operacionet më gjenjale dhe më të guximshme të gjithë luftës, i quajtur Operacioni Fortitude, një mashtrim në një shkallë epike. Atëherë, si funksiononte ky plan? Në thelb, ideja ishte të krijohej nga hiçi një ushtri e tërë, një ushtri fantazm. Dhe për ta bërë Karremin të parezistueshëm, vunë në krye të kësaj force inekzistente generalin e tyre më të frikshëm, George Patton. Qëllimi ishte që sulmi Rem Calais të dukej aq i vërtet sa që zbarkimi real në Normandi të dukej thjesht si një shpërqendrim. Dhe çfarë ndodhi? Funksionoi për mrekulli, duke mbajtur larg frontit të vërtet njësi të tëra gjermane. Por pyetja është, nga doli një ide kaq e çmendur, kaq e guximshme? Po, këtu historia bën një kthes që ndoshta nuk e prisni. Përgjigja nuk gjendet në manualet ushtarake të shekullit 20, por 2000 vjet më parë, në Kinën e lashtë. Burimi i kësaj strategji geniale ishte një tekst klasik kinez i quajtur Sun Tzu. Shumica e njohin me emri perëndimor, Arti i luftës, shkruar nga Sun Tzu. Por mos mendoni se ky libër u prit me duar trokitje. Përkundrazi, ishte revolucionar, madje skandaloz për kohën. Ai i hidhte poshtë të gjitha idetë tradicionale të luftës si një duel heronjsh fisnik. Në vend të kësaj, Sun Tzu propozonte një qasje të ftohtë, llogaritse dhe profesionale, ku mashtrimi nuk ishte thjesht një taktik, por ishte thelbi i strategjisë dhe i jepte komandantit në terren lirinë për të vepruar. Kjo ishte një ide radikale. Pra, në fund të fundit, libri nuk dha thjesht përgjigje. Përkundrazi, ai bëri diçka shumë më të rëndësishme. Hapi një debat thelbësor mbi rolin e forcës ushtarake, mashtrimet dhe moralit në drejtimin e një shteti. Një debat që në fakt vazhdon edhe sot. Mirë, e kuptuam rëndësinë e tij në Kinë. Po si arriti ky manual lufte të kalonte oqeanet dhe kontinentet për të bërë një fenomen botëror? Udhëtimi i tij ishte i gjatë. Në fillim, rreth shekullit të 8, mbërrin në Japoni, ku bëhet një tekst themelor për samurajat. Pastaj, bërë një kërcim të madh në Evropë gjatë iluminizmit, por momenti kyç, kur interesi perëndimor vërtet shpërtheu, ishte me fillimin e luftës së ftohtë, dhe më vonë, çuditërisht, pushtoi edhe botën e biznesit. Në Japoni, për shembull, këto parime u kthyen në një shpatë me dy tehe. Në njëra anë, i dhan fitoret më dha kundër kundërshtarëve më të fuqishëm, por nga ana tjetër, ky obsesion me mashtrimin dhe sulmin e befasishëm i çoi drejt gabimit fatal strategjik të shekullit 20, sulmit në Pearl Harbor. Një fitore taktike briljante, por një katastrofë strategjike absolute. Dhe kjo na tregon saktësisht pse Arti i luftës u bë libri i shenjtë i strategëve gjatë luftës së ftohtë. Mendojeni pak, në epokën bërthamore, një luftë drejt për drejt ishte e paimagjinueshme. Pra, ideja për të sulmuar jo ushtrit, por strategjin, planet dhe aleancat e armikut u bë jashtëzakonisht tërheqëse. Dhe tani, le të kthehemi aty ku e nisëm, te lufta e dytë botërore. Si lidhen të gjitha këto me operacionin Fortitude dhe ushtrin fantazm? Sun Tzu ka një term fantastik për këtë. Ai e quan rjeta hyjnore. Çfarë është kjo? Imagjinoni një rjet me rimange të thurrur me mjeshtëri, por në vend të fjeve ka spion dhe dezinformata, të gjitha të manipuluara për të ngatëruar dhe verbëruar armikun. Kjo është pikërisht ajo që ndërtuan aleatët. Pra, si e thurën aleatët këtë rjet? Ishte një proces me 4 hapa genial. Hapi i parë, njih armikun. Fal deshifrimit të kodit Enigma, ata dinin saktësisht se çfarë mendonin gjermanët. Hapi i dytë, kthe spionet e tyre kundër tyre. E imagjinoni? Çdo spion gjerman në Britani në fakt punonte për aleatët. Hapi i tretë, ushqej me gënjeshtra. Duke përdorur këta agentë dyfisht, ata i dërguan komandës gjermane një lum informacioni të rrem. Dhe hapi i katërt, më i rëndësishmi, konfirmoi që po i besojnë. Përmes ultras, ata shihnin që gjermanët po i gëlltisnin të gjitha gënjeshtrat. Rjeta hyjnore ishte ngritur.
Dhe për ta bërë këtë ushtri fantazm të dukej sa më reale, aleatët hodhën në lojë gjithçka. Po flasim për trafik radiofonik fals që mbushte eterin, tanke gome që nga ajri dukeshin si të vërteta, madje dhe gjëra kaq të thjeshta sa blerja masive e hartave turistike për zonën e Calais, duke u siguruar që lajmi të arrinte tek spionët gjerman. Dhe rezultati? Absolutisht i pabesueshëm. Për plot 3 javë. 3 javë, pas zbarkimit real në Normandi, Hitleri ishte ende i bindur se ai ishte vetëm një diversion. Ai mbajti një pjesë të madhe të forcave tim më të mira duke pritur sulmin kryesor në Calais, një sulm që nuk do të vinte kurrë. Por, edhe pse Fortitude ishte një kryevepër mashtrimi, historia nuk mbaron këtu. Ka edhe një mësim tjetër, një lloj paralajmërimi. Po pse funksionoi kaq mirë? Ishte një kombinim perfekt faktoresh. Së pari, aleatët ndoqën rregullin numër 1 të Sun Tzus, njihe armikun tënd. Së dyti, historia që ata sajuan ishte plotësisht e besueshme. Gjithashtu, ata shfrytzuan një nga mëkatet më të mëdha, arrogancën gjermane për kodin e tyre të pathyeshëm, Enigma. Dhe sigurisht, kishin mbështetjen e plotë të leadershipit për këtë operacion të fshehtë. Dhe kjo është ndoshta pika më e rëndësishme. Fortitude ishte genial, por mashtrimi nuk e fitoi luftën. Ai thjesht krijoi kushtet përfitore. Në fund të ditës, u desh një pushtim masiv, i përgjakshëm dhe me forcë brutale për të çliruar Evropën. Mashtrimi elegant ishte thjesht preludi një realiteti shumë të hashpër. Kështu që, në fund, na mbetet kjo pyetje. A ishte operacioni Fortitude, shembulli perfekt i mashtrimit strategjik? Një provë gjallë se parimet e Sun Tzus janë të përjetshme? Apo ishte thjesht një moment unik, një stuhi e përsosur e thanash? Teknologjia, arrogancë anjerike dhe genialiteti njerëzor, që ndoshta nuk mund të përsëritet më kurrë. Ky është një diskutim që vazhdon ende me strategët sot.